Përshëndetje. Uroj që të funksionoj ky live, është video live, dhe uroj që ta ke mundësin pastaj edhe me rujt në mënyrë që kushdo që nuk e ka kohën e disponueshme tani për më ndjek, mundet me pa pastaj. Përshëndetje për gjithë, let ma konfirmon dikush a dëgjohem mirë. A më dëgjohet zoni qartë është fjala. Faleminderit. Përshëndetje edhe për ty, Shuke, Ardila, faleminderit. Okej, po dëgjohem mirë, bukur. Vazhdojmë atëherë. Sot do të bëj ma shumë pyetje dhe ju ftoj që edhe të më bëni pyetje. Do ta bëjmë kështu një farë live me shumë pyetje. Këtë do dëshiraja që mrena këtij live-it me shfrytëzu mundësinë për me bë pyetje. Atëherë, pyetja e parë që po e parashtroj unë në mënyrë që t'ju nxis pastaj. Çka ndodh kur bën një pyetje? Po e shtroj si pyetje tek ju, për secilin. Çka mendon se ndodh? Çka ndodh tek ti apo me ty kur ti bën një pyetje? Kur ti ja bën një pyetje dikujt apo ja bën një pyetje në heshtje vetes? Çka ndodh? Kush e ka përgjigjen? E para. Çka ndodh kur bën pyetje? Vetes apo dikujt tjetër? Çka ndodh? Çka ndodh me ty apo çka ndodh për ty? Çka ndodh kur e bën një pyetje? Është pyetje e re. Është pyetje jashtëzakonshme, nuk është pyetje zakonshme, e kuptoj. Po nuk është e vështirë. Është pyetje e thjeshtë, si shpeshini. Çka ndodh kur bën pyetje? Kur unë e bëj një pyetje, çka ndodh? Kur ti e bën një pyetje, çka ndodh? Çka ndodh me ty? Çka ndodh kur e bën një pyetje? Artila thot aktivizohet truri, çfarë përgjigje me kthy? Shukrani thot kur rreshtja jote aktivizohet paraprakisht. Okej. Kur ti bën pyetje, çka ndodh? Ja dhe Mirlinda hyni. Hajde Mirlind, çka ndodh kur ti e bën një pyetje? Kur ja bën një pyetje dikujt apo kur ja bën një pyetje vetes tone, mendjes tone? Çka ndodh? Çka ndodh me ty? Ti e parashtron një pyetje, ja parashtron hajde dikujt tjetër zakonisht kjo ndodh, ja parashtron një pyetje dikujt. Çfarë do? Për shembull, ku je? Si je? Qa bën? Kur po vjen? Kur po shkon? Çka ndodh? Po dëshiroj me marrë përgjigje nga jo? Po dëshiroj t'ju bëj kurreshtar me këtë pyetjen time që po shtroj? Fokusohesh tek ajo gjë? Po më pëlqen ky këndvështrim. Faleminderit Shuki. Nuk ka të gabume, secili le ta jap atë siç e beson. A ka përgjigje Mirlinda? Qa ndodh kur bën pyetje? Shkurt, qartë. Çka ndodh kur bën ti një pyetje? Kush tjetër?
Edhe pse nuk po përgjigjesh, më prapë e marr si përgjigje. E mendon përgjigjen se çka ki me dhonë. Çka ndodh me ty kur ti e shtran pyetjen? Çka pastaj? Ti e bën një pyetje, çka pastaj? S'pe u bëj të lehtë se muj me bollë me një formë tjetër këtë pyetje, e di. E zhvillojmë durimin. Dikush nashta kish me thonë hapemi. Zhvillojmë neurone të reja kur bëjmë pyetje. Interesant. Perspektivë. Faleminderit Elin. Çka ndodh kur bën një pyetje? Qysh ke pyetja? Kjo është pyetja. Çka ndodh kur ti e bën një pyetje? Ja bën një pyetje dikujt. Ma bjen i gotuj. A ma bjen i gotuj? A mundesh një gotuj me ma sjell? Çka ndodh pastaj? E di se këtë pyetje muj me bo ma të lehtë. Po me qëllim po e bëj kësaj. Në mënyrë që edhe përgjigjen që do ta marrësh, ka më të pëlqyeshëm. Çka ndodh kur bën pyetje? Aq ta shoh edhe orën. Edhe një minutë po pres. Po në Kosovë jam Hadije, faleminderit. Përshëndes. Je këtu dhe tani, thot Valbona Gjonaj. Bukur. Përshëndetje Bona, edhe për ty. Nuk do të thotë që s'ja keni qellu, po ende po pres, thjesht po du me marrë perspektiva sa më shumë. E sfidon durimin për përgjigjen. Okej. Na shqiptarët bëjmë pyetje shumë, ju e dini. Nuk vazhdimisht bëjmë pyetje, për gjithçka bëjmë pyetje. Po ka ma kurioz se na, ma kurreshtar se na. Kur e bën një pyetje, Adia thotë e pret me ta pru. Një shërbim, një kërkesë, se një. Dhe çka është ajo që e pret me ta pru? Se nuk e bëjmë na pyetjen vazhdimisht për me na shërby diçka, po edhe për me marrë informacion. E formon mendimin, thotë Dona me Gjuani, faleminderit. Interesant. Pak po ja u ndihmoj, është shumë shkurt. Okej. Po, kur e fjala për ujin, po e pret, në ta sjell ujin, po, e kuptova atje. Çka ndodh kur bën pyetje? Komente interesante, vërtet po. Edhe mu po më bëjmë përshtypje përgjigjet, faleminderit që po përgjigjeni. Okej. Pret përgjigjen, thot Mirvetja. Kogja afër je Mirvete. Por veç po e thjesht saj pak. Sa herë që bëm pyetje merr përgjigje. S'ke nevojë ta presësh. E bukur si formulim po, si perspektivë, ama sa herë që bën pyetje, përgjigjen e merr. Edhe kur nuk të përgjigjet personi me veprim, apo kur nuk të përgjigjet me fjalë, edhe me heshtje, prapë është përgjigje. Edhe kur hesht, është një përgjigje. Pra përgjigja në këtë rast është që s'po don mu përgjigj. Po dhe kjo është përgjigje. Pra, sa herë që bëjmë pyetje, sikur vetës, sikur tjerëve, një përgjigje do ta marrësh, të paktën. E që ndoshta merr më shumë. Merr informacion, merr përgjigje. Sakt. Atëherë,
Qa po kuptojmë këtë? Po kuptojmë se na qenë ka një diçka shumë e thjeshtë. Pra, nëse ne duam të marrim diçka prej jetës, prej njerëzve, prej vetës, qa qenë ka nevojshme me bo? Kush ma thot? Nëse ne duam të marrim nga njerëz të tjerë, të përfitojmë, qa qenë ka nevojshme me bo? Pyetje, thot Fjoralba, pyetje, thot Arnisa, pra pritje se do rrallë kush e do pritjen, sa për informacion, e bukur si këndvështrim, po pritja s'na pëlqen. S'na pëlqen. Durimi, okej. Qa u desh ka me bo na për me marë prej jetës? U desh ka me bo pyetje. Sepse çka ndodh kur pyesim, marrim përgjigje, siç e thash më herët. Sa herë që pyesim një përgjigje e marrim. Duhet të pyesim. Dhe për të pyetur është një aftësi në vete. Dhe ne besoj, ne si shqiptar, edhe e kemi këtë aftësi të zhvilluar. Jemi shumë kurioz. Jemi shumë kurioz, pyesim. Pyesim edhe gjona shumë personale, domethënë, pa e njoft një njeri, e ke taku për herë të parë, ose të ka taku për herë të parë, me një herë të pyet prej nga vjen, ku punon, apo të paguajnë, sa po të paguajnë, sa orë punon, ku banon, në cilin kat, në cilën lagje, a nje këtë, a nje atë, domethënë, janë pyetje që thjesht ta ngushton rrethin dhe don me ta ditë jetën brenda 2-3 minutave sa e ka rastin me qëndru me ty. Është në rregull, tash nuk po du me gjyku, po thjesht po du me po dhe me vlerësu se sa kurioz jemi. Me vlerësu se jemi kurioz dhe e kemi qëtë aftësi. Edhe s'na vjen turp. E bukur që s'na vjen turp me pyet. Sa vjeti ke, sa fëmijë ke, ai ke prind, a je bashk me babën, a je i ndom. Lloj, domethënë janë pyetje që i bojnë pe kurreshtjes edhe nuk turprohemi. Është edhe normalitet, domethënë te na është shumë normalitet, po për një mentalitet tjetër, domethënë, janë pyetje shumë personale, të cilat vërtet çuditet një gjerman, një amerikan, një francez, nëse ja bën këto pyetje para se me dëshiru personin me u shoqëru me ty. Po. Nuk po du me gjykuzi një veprim të keq, po du përkundrazi, po du me vlerësu kurreshtjen për të ditur dhe për të informuar. Dëshira, besoj, qëllimi i mirë është për të lidhur, është formë zakoni, sa kom mujt me kuptu është vetë zakon, nuk është se me pa tjetër, po i intereson edhe është të mbledh shënime se për ato pyetje që po t'i bën. Po thjesht është formu një zakon me pyet asisoj, si shprehje e respektit, si shprehje e interesimit, sikur dhe qëllimi i mirë është se po don me kriju një lidhje, një marrëdhënie shoqërore me ty. Apo thjesht po dëshiron me ditë mos po deli njofshëm dikon. Mos po jeni diçka fes ndër një veti, duke t'i bërë gjithë ato pyetje. E shprehni një formë interesimi për ty, që don me ditë kush je, çka je, me marr përvoja prej teje e kështu me radhë. Pra, qëllimet janë nga më të ndryshmet, po një prej qëllimeve ma kryesore që muj me cek që është ma pozitive, një qëllim pozitiv, është me kriju raport, me bo një lidhje shoqërore.
me provua, mos po njihni në veti. Bukur. Pra, kuptuam se mrena këtij diskutimi së bashku, faleminderit që po përgjigjeni, që vërtet më ka bo shumë me reflektu një diçka kaq e thjeshtë, se u deshka që të pyesim. Herë edhe nuk marrim përgjigje siç e thash më herët, nuk e marrim përgjigjen ashtu siç e duam. Mirë po e marrim përgjigjen edhe si heshtje. Okej? Por do ta kuptojmë se edhe kjo është një përgjigje. Do ta kuptojmë se personi nuk na dha përgjigjen se çysh na ja kërkuam, po thjesht u përgjigj. Të mos e gjykojmë personin se nuk u përgjigj. Përgjigjen e ke marrë, ose me reagim, ose në një formë të heshtje, ose me një lëvizje trupore, ose e ke marrë me fjalë. Ose e ke marrë pranim, ose e ke marrë refuzim pastaj me fjalë. Pra përgjigje gjithmonë merr, sepse ushqimi kryesor për mendjen është pyetja. Dhe mendja automatikisht e tha dikush më herët e përmendi, nëse mund ta mbaj mend, nëse ju po e kthej prap ta lexoj, se më pëlqej këndvështrimi, ku tha moment. Okej, ma lart dikon pritje përgjigjes. Jo, ma lart është. Në lidhje kontakti e sfidon durimi për përgjigje, ka thonë një interpretim pak që më buni përshtypje edhe mu. Okej, edhe pak. Uroj që të mos iki. Më kthy qati prap. Pëlqej shumë edhe po du me gjetë. Do sharani se edhe unë mësoj për juve. Sigurisht. Mendon përgjigjen se kam edhe zonë, fokusohesh tek ajo, jo më lart. Po më lëviz qati. Aktivizohet truri se çfarë përgjigje me kthy. Pra, ti nuk ke nevojë të bësh asgjë. Në fakt ai personi që është i detyruar me dhënë përgjigjen. Pra e jep me një formë. Thjesht kjo ndodh në mënyrë automatike. Nuk ke nevojë me patjetër, thjesht kur don me dhënë nëpërmjet mendimit dhe dëshiron me ia dhënë për një përgjigje, aty pastaj mundesh edhe thjesht ti thrasësh ti vetë mendjes për me dhënë përgjigjen. Po në shumicën e rasteve përgjigja kthehet në formë automatike. Ku s'ke nevojë fare të shpenzosh asnjë pikë energjie për ta kthyer një përgjigje. Po përgjigjen e kthen. Pra, çka ju deshka mendjes, ju deshka me i bë pyetje dhe në mënyrë automatike një përgjigje ka me të ardhur. Dhe ato përgjigjet e para që mund vinë me reagime në formë lëvizje trupore, po dhe në formë të heshtjes. Kur personi provon ndoshta me gjetë derisa të provoj me gjetë një përgjigje nëpërmjet fjalës, e zgjedh heshtjen. Nëse nuk gjen përgjigje, atëherë lejon që heshtja me qenë si përgjigje. Isha i qartë. Pra e lejon njëherë si pararoje, e lejon që heshtja njëherë me mbretëru si përgjigje, dhe ndërkohë e mendon një përgjigje, po nëse nuk e gjen, nuk e jep atë përgjigje, dhe në këtë rast si përgjigje mbetet heshtja e tij. Apo e saj. Bukur. Dhe tani truri vepron merr komanda, po pse? Edhe një perspektivë tjetër që më pëlqej, të manifestojmë për të marrë atë që dëshirojmë. Bukur? Edhe forma manifestimit, unë çka këto kohë kam bën një transformim në këtë aspekt, sepse vërtet kur e beson që një manifestim
funksionon edhe funksionon. Po çka të bëjmë për ata që nuk e besojnë manifestimin? Edhe ata shme thonë, e kërkojnë një mënyrë tjetër, sepse nuk e kanë besimin se manifestimi funksionon, atëherë thjesht janë kërkim të një forme tjetër, se po bëhen njerëzit shumë sinqert, po thonë, për mua s'po funksionon. Në rregull, po e kuptoj, po e shoh se të tjerët po kanë sukses, po pse për mua s'po funksionon? Atëherë këta po kërkojnë një përgjigje, këta po bëjnë një pyetje. Dhe po presin me marrë përgjigje. Atëherë në vend të manifestimit për këta njerëz që s'po ju funksionon manifestimi, atëherë hynë punë pyetjet. Sepse siç e tham, kur ne e kërkojmë, edhe do ta marrim si përgjigje. Po nuk është çështja ta kërkojmë vetëm një herë, nëse vërtet dëshiron me marrë, vazhdo dhe kërkoje, insista. Këmbgul dhe do ta marrësh. Okej? Bukur. Ne shqiptarët pyesim si mos kemi pranë një të panjohur, por del që jemi kusheri. Kjo është një prej qëllimeve pse pyesim rreth origjinës, kur i kemi ato pyetjet e para, nga je, në cili vend, cili qytet, bla bla, ku punon, në mënyrë që po mundohet me gjetë ai që po pyet, mos po del diçka si kusheri. Bukur, shpjegova këta. Atëherë, përderisa ne marrim atë çka pyesim, cila është pyetja jote? Cila është pyetja jote për ty që jetë tani këtu me telefon dorë, apo e ke mbështet dikun telefonin? Nëse e ke mbështet, merr afër vetës dhe këtu ku po shkruan add comment, fillo dhe kërko. Nëpërmjet pyetjes. Është edhe një libër që e ka titullin Pyet dhe do të jepet. Që faktikisht në shqip është përkthy kërko dhe do të jepet, po nëse e përkthejmë nga anglishtja, thot ask and it is given, që do të thot pyet dhe do të jepet. Nëse e përkthejmë tamam bukfalisht, i vjen pyet, i bie pyet dhe do të jepet. E që është përkthyer ai libër edhe në shqip dhe titulli është kërko dhe do të jepet. Pyetja ime është, pse po pyet kaq shumë Artan? Falenderoj shumë për këtë pyetje me shumë kuriozitet. Pse po pyes kaq shumë? Sepse nëpërmjet pyetjeve ne shlirohemi. Kur ne e dhojmë përgjigjen, kur ne nxjerrim përgjigjen, ne shlirohemi. Ne kemi nevojë të marrim pyetje nga një drejtues, nga një terapist, nga një psikolog, nga një udhëhec, po edhe nga vetja jonë. Sepse duke i bë pyetjet, ne nxjerrim diçka çka është si pengesë nga përvoja jonë jetësore. Okej? Dhe pse po i bëj këto pyetje mrena historieve? Unë mund t'i bëj ato pyetje edhe pa e dhënë atë opsionin për me dhënë përgjigje, po e bëj qëllimshëm në formë pyetje dhe me atë pjesë hapësirën e zbrazët atë në mënyrë që të marr një përgjigje. Sepse po bëj pyetje për me marrë përgjigje. S'po e bëj pyetjen për t'u tregu i mençur. Po e bëj pyetjen jo për ta marrë unë përgjigjen, por për më ta dhënë ty mundësinë me u përgjigj. Okej? Po e bëj pyetjen që
ti me identifiku diçka mrena vetes. Ato pyetje që po i bëj, pse, për shembull, pse u zgjova mirë sot? Unë nuk po e bëj atë pyetje për veti sepse ti nuk më ke pasur si jam zgjuar. Po e bëj pse unë u zgjova mirë në mënyrë që ti kur ta lexosh, ai uni do t'jesh ti. Ai unë je ti që po e lexon. Okej? Pra çka po du me arrit me këtë lloj pyetjesh? E kam si qëllim që një aftësi që për vete e kam kriju, që a jap edhe dikujt tjetër që ta shoh dhe t'jetë kurioz se që nga një aftësi shumë e mirë që nga disa pyetje shumë interesante që kur pe ja bëj vetës, ti si po më nxisin që me mendu rreth një përgjigje në një, po edhe kur nuk ka përgjigje mos e ngarko shumë veten. Lejoje që thjesht depërtoj pyetja mrena teje. Fokusohu mirë tek ajo pyetje. Sepse as unë nuk i kam përgjigjet për gjitha ato pyetje që i bëj. Dhe pse e them këto? Sepse që kam mësu është, jo çdo pyetje që e bën mund ta kesh përgjigjen aty për aty. Se janë goxha të thella, janë shumë të jashtëzakonshme. Janë pyetje që s'nohen bona herë në jetë. Janë pyetje me konotacion pozitiv. Në asar kemi pyet me pse, kemi pyet rreth një problemi. Dhe tash, me këtë psejen, ja kemi nërru kohjen komplet dhe po pyesim rreth një zgjidhje. Pse kam kaq njerëz që po më vinë në jetën time, njerëz pozitiv, njerëz që po më respektojnë. Nuk është me patjetër me ja gjetë përgjigjen me mendim, me ide, edhe mu gut me shkruajt një përgjigje. Leje të vi përgjigja si situatë. Lejoje që atë pyetje që e ke bo, ose atë pyetje që e ke lexu, hiç më su përgjigj të artoni. Kape pyetjen. Nuk është me patjetër që ti përgjigjesh pyetjes që e kam bon. Kape mirë pyetjen, merë shkruaje dikon, baje screenshot, e ki mundësin, mos mu përgjigj mua. As për veti mos u përgjigj. Dhe thuj, hej, që ke përgjigje, po du më marë si rrethon, si situatë. Dhe ta shoh me sytë e mi, që qëtë pyetje që e kom bo, ka më ndalë fakt i gjallë. E që vazhdimisht po marr mesazhe prej njerëzve se po më ndodhin do situata si përgjigje nga pyetjet që i kam bo, me këto pyetje të reja që po i përdori prej teje. Okej? Dhe unë kam pa fund situata. Unë kam pa fund situata, vazhdimisht jam duke shkruajt kësi lloj pyetjesh. Vazhdimisht jam duke shkruajt kësi lloj pyetjesh në fletëoret e mia, në telefonin tim, kudo që më japet rasti. Sepse çfarë është me rëndësi? Me rëndësi është me hy thjesht në rrjedhën e këtyre pyetjeve. Dhe kur hyn në këtë rrjedhë të këtyre pyetjeve nuk ti më ditë më ndaj. Çfarë pyetjesh të bojmë? Në pyeti dikush më herët. Çfarë pyetjesh me bo? Identifikoj disa problemet vogla që i ki, mos u nis me ato të mëdha. Vlerësoj cilat janë të vogla, cilat janë të mëdha. Thuaj, hey, sa për test, sa për provë, po du me provu me mini problemet vogla që i kam, që nuk më qojnë shumë pesh, po du që ato me këshyr me pas rezultat. Okej? Ndoshta që për shembull dikon nuk po i pengon shumë sepse s'pa e marr gjumi qatë shpejt. Pra është okej që për një person është mësu, thot ja mësu, pa u bo një orë, 2 mos më zën gjumi, veç rrotullohem në përstrat, nuk më merr gjumi, po më vinë mendime, po më vinë ide, që s'po më lën me flajt. Po edhe nuk e shes si problematik. Edhe
nuk kërkan as zgjidhje për këtë punë, sikur me një farë krenarie, thot. E që në fakt, dhe më thonë, nuk e beson se për i bën problem, nuk e shes si problem të madh, e që edhe i ndikon jetën e tij. Pse mos me flajt një orë më shumë? Kur vetëm me një pyetje drejtu dikuj, mundet me e marr përgjigjen, mundet me e marr mënyrën e një teknike thjesht me përdor për me flajt më shpejt. Po thjesht nuk e bën pyetjen. Dhe për këtë arsye edhe nuk merr përgjigje. Okej? Dhe një person i tillë, i cili që e morëm shembull që nuk e merr gjumi qas lehtë, i duhet gjysora, një orë në 72 derisa ta zë gjumi, e që si thash nuk e shes si problem të madh. Një opsion që kisha mujt tashme një herë mja dhon, përveç atyre teknikave që i kam dhënë vazhdimsi edhe ato vlen, po ja sot po të thotë diçka shtesë, pa pas nevojë me nashta me bë teknika. Thjesht a ka momente në jetën tonë ku ti ke flajt shpejt, lehtë, me lehtësi, pa pas mendime, pa pas ide në përkok. Ka plot. Nuk muj me besu që një person prej se ka lind deri sa vjet i ka deri tash, që nuk e ka pas disa herë në jetën e vet të lehtë për ta marrë gjumi. Nuk mund ta besoj. Pra, çka është e nevojshme me bë? Thjesht me ja bë një pyetje të bukur mendjes tonë para gjumit. Pse unë mund të flej shpejt dhe lehtë? Pse unë mundem me flejt shpejt dhe lehtë? Edhe thellë besa. Shtoje, specifikoje akoma më shumë. Pse unë muj me flejt shpejt, lehtë edhe thellë? Pse unë muj me flejt deri në ora 7 mëngjes? Pse unë muj me u zgju me shumë motiv, me shumë lehtësi në ora 5, në ora 6, në ora 7, përcaktoje, kur po don. Pse unë mundem? Pra secili prej nesh jemi qu në ora 3, kur kemi pas ndaj angazhim, në udhtim me shku dikon, jemi zgju në 2, kur kemi pas me agjeru Ramazan, jemi qu në 3, kur kemi pas me shku në pushime. Pra secili, kur e ka pas një qëllim të caktuar, është zgju sepse është dashur që të zgjohet. Dhe përderisa ka mundur një herë, do të mund çdo herë. Sepse mendja e ruan një përvojë, në momentin që ti e ke bo një përvojë, ti e zgju një herë në 3 natës, ose ke fjet një herë me shumë lehtësi, shpejt, lehtë dhe thellë, mendja e ka si përvojë. Kur ti pyet pse unë mund të flej shpejt, lehtë, thellë, çfarë po kërkon? Pa e kërkon një përvojë tjetës tone, jo dikuj tjetër, tjetës tone. Po kërkon përvoja që i ka rujt mendja jote. Pse unë muj me flejt shpejt, lehtë, thellë? Pse unë muj me u zgju në kaq ora me shumë lehtësi? Nuk po pyet jashtë, po pyet mendjen tone, po pyet përvojat e tua, po i thirr përvojat me orën tashmen edhe me ndodh përsëri. Kush nuk e kishte të qartë çaj e dorën? Ma jep një shaj. Faleminderit që po ma mundsoni me ja u dhon këtë shpjegim kështu kësaj. Bukur? Kush? Pse e ke kuptu kaq mirë? Qa një pyetje? Me një herë me pse? Pse e kuptove kaq mirë, thellë, qartë? Pse isha kaq i qartë? Në këtë që thash. Pse isha kaq i qartë? Pse unë isha kaq i qartë me këtë?
Njëjtën kohë po e bëj këtë pyetje jo për t'ja shtu egon vetës. Po mësoj e pyetjen. Qëllimi është ka pe pyetjen, ka pe formën se ç'është me pyet. Krijojeni aftësi se ç'është me pyet. Disa që po ta mundësi me i shkrujt pak ma herët para se me u fut në live, që kisha dosht me ndo nështë ta me juve, pse ju më ju bo kurjaz, ju bo për shtypje besaj. Pse njerëzit, mendoj disa njerëz, ju nështë atë qëtë, po mendoj disa. Pse disa njerëz po dëshirojnë të më ndihmojnë që unë me arrit këtë sukses, mendoj e cilin sukses, cilin qëllim dhe me arrit, pse disa njerëz po dëshirojnë të më ndihmojnë për me arrit një qëllim tim, qëllimet e mia. Pse? Kjo është edhe formë manifestimi, mos harroni. Kjo është edhe formë manifestimi. Dhe mos çuditeni nesër kur dikush ka me qenë me shumë dëshirë, me shumë vullnet, për me të ndihmu që ti me arrit një qëllim. Mos duket çudi. Mos u çudit nesër, sepse na, ç'a ndodh? Ne vetëm kur na ndodh një situatë negative, fillojmë dhe e luajm inspektorin se pse ndodhi kjo. Po kur po ndodhin pozitive, i marrin të mirëqenia. A është ashtu ajo? Pra kur na ndodhi diçka e bukur, kur dikush na shërben mirë, na ndihmon me arrit një qëllim, na e falenderojmë, po nuk pyesim se pse erdhi kjo situatë kështu që erdhi. Pse meritova kaq shumë? Pse po meritoj kaq shumë? Pse meritova këtë respekt? Pse meritova këtë dhuratë? E di se edhe falenderimi nuk do të thotë që nuk vlen. Po hyn mrena vetës se pse meritove ti çto. Sepse kështu e rrit vetëvlerësimin, kështu hyn tek vlerat e tua, tek gjithë angazhimi yt, tek kontributi yt që ke bo. Te të mirat që dikuj ja ke bo. Apo edhe në formë manifestimi ku ende pa të ndihmu, ende jeti duke synu me arrit një qëllim. Ti po i paraprin në formë manifestimi. Pse disa njerëz kanë me dashur të më ndihmu unë në arritje të këtij qëllimit? Pse disa njerëz? Pse dikush, të fakten një person, pse dikush ka me dalë më ndihmu? Kur ti je para një dyshimi se a do bëhet, as do bëhet një situatë. Një plan që ja ke qitë vetës. Një cak që ja ke qitë vetës me arrit. Pse dikush ka me pas dëshirë me ndihmu? Pse dikush mezi s'kam ju prit me ndihmu? Forceja akoma më shumë. Pse na jemi në kërkim me na ndihmu dikush? Shumë pyetje me vend. Shumë pyetje me vend. Nuk kam përgjigje. Qysh e meriton kjo pyetje në çdo momente. Po edhe pse s'po jap përgjigje, prapë është përgjigje. Edhe kur them nuk kam përgjigje, është i përgjigje. U përgjigja. Faleminderit lume. Bukur. Pse unë kapeni këta? Pse unë kam leje për sukses? Pse unë kam leje për me pas sukses? Pse unë kam të drejtë me pas sukses? Pse ki drejtë? Bukur? Pse është në rregull ta du veten?
Nëse dani muni edhe mu përgjigj, më pëlqoj veç pyetje. Hajde edhe një për financat, po du m'ja u jep. Kush dëshiron me përdor qëtë përsejen për financat, kush ka dëshirë. Diçka rreth financave, rreth parave, lekve. Kush dëshiron një pyetje kurioze, me kurreshtje, në formë manifestimi. Kërkoni dhe do t'ja u jap. Po thot pranvera. A ka edhe tjerë? Kush tjetër? Po. Unë e du po të Cënila, edhe Lumja, edhe Mirlinda. Ama është e fuqishme, a? Është e fuqishme. Të mos ju vi vetëm për me qesh, sepse pastaj e keni vështirë me besu. S'po ju them merrni seriozisht, se unë s'kam qef me përdor fjalën serioz. Pse unë po pranoj para ma shumë se sa që po kam nevojë. Pse unë po pranoj para ma shumë se sa që po kam nevojë. Përdore këta njita dhe ardhë në formë manifestimi duke e pyet për vojën tonë jetësore. Me këtë psejen, pse unë po pranoj ma shumë pare se sa që po kam nevojë. Ma shumë se sa që po kam nevojë. Pse po pranoj ma shumë se që po kam nevojë? Apo po tërheq? Pse po moj me fitu katë shumë pare në çdo drejtim? Po, pse po më vijnë pare nga shumë hanë të botës, nga të gjitha hanë të botës, nga shumë vende të botës. Kush punon me jashtë, kush ka njerëz jashtë që pranë shërbim, apo ka njerëz familjar që ndihmojnë, që suportojnë. Pse po më vijnë para nga shumë vende të botës, jo vetëm nga vendi ku jeton. Del jashtë kutisë. Okej? Bukur? Pse unë po moj me planifiku me lehtësi, ka plot njerëz, një ndër ta kam qenë edhe unë që vështërsi kam pas me planifiku, dhe si që u thash ma herët gjene një problematik, një sfidë që shihni te vetja që si pengesë, dhe aty formojeni një pyetje kësaj, ku nëse e ke sfidë vështërsi me planifiku, atëherë kjo nuk do të thotë që ti s'mundesh me planifiku asgjë. Mirë po thjesht na kemi dëshirë me i përgjithësu gjonat. Ndoshta vetëm termine me klienta s'po mundesh me planifiku. Ndoshta vetëm pushimet verore s'mundesh me planifiku. Mirë po ti mundesh me planifiku se çka ki me ble, mundesh me planifiku se çka po don me marru për drek, mundesh me planifiku se ku po don me pi një kafe. Pra, nuk do të thotë kjo që s'po mundesh me planifiku asgjë në jetën tënde. Dhe për këtë arsye vlen një pyetje që mundesh m'ia bë mendjes tënde. Pse unë muj me planifiku me lehtësi? Pse unë muj me planifiku me lehtësi? Pse po muj? Pse ja arrita? Hajde afroje pak ma afër. Ku thu, hey, pse ja arrita? Nëse, planifiko diçka të vogël, dhe le të realizohet ky plan i yti, dhe me njerë shkryje pyetjen.
Pse sot arrita me planifiku me kaq lehtësi? Pse po arri këto ditë me planifiku me lehtësi? Pse dikur kam mujt unë me planifiku me lehtësi, nëse dënë me shkum të kalumën? Pse po moj me planifiku gjonat thjeshta me lehtësi? Sepse ashtu si që bën në plan një diçka të thjesht, mund është edhe një diçka ma sfiduese me planifiku. Pse pja bojmë vetës Okej, pse pja bojmë vetës ka të shumë qefin? Pse pja bëj vetës ka të shumë qefin? Po më pëlqen pyetja. Apo të pëlqen edhe ty pyetja? Pse pja bëj qefin vetit ka të shumë? Në mënyrë që të mos jetë pyetje me dyshim kjo. Okej? Sikur nuk është ashtu, po veç pja bëj qefin vetit. Nëse është ky qëllimi i kësaj pyetje, atëherë duhesh me ndrru pak, duhesh me bën një formulim të pyetjes. Po nëse vërtet po e sheh se po bën qef në jetën tone, nëse vërtet je të bë qef, atëherë kjo pyetje vlen. Faleminderit Fior Alba. Bukur? A ke mësu me pyet me pse? Hajde të shohim sa ke mësu me pyet me pse. Qysh e dim që ke mësu me pyet mendjen kësaj, nxjerrë një pyetje bëje këtu. Bëja vetës një pyetje, po le ta shohim edhe në tjerë. Pse jo? Qysh ma dëshmon se ke mësu me bë pyetje? Qysh mundesh ma dëshmu? Që e ke kuptu këtë formë pyetje kësaj. Hajde formoje një, krijoje, ti je krijues. Unë këto pyetje nuk i faktikisht në fillim, njësoj si shpja o japë edhe unë juve, më është dasht me i mësu. Sa mi janis. Po dikur, do të shohësh edhe vetë se do të krijosh vetë me mendjen tonë. Vetë do të krijosh me mendjen tonë pyetje, sepse futesh në këtë rrjedhë të energjisë edhe i krijon vetë pyetjet e tua. Pyetjet që ty të shërbejnë. Po mund ti pyesësh edhe tjerë, i bën kurioz. Qysh ma dëshmon që ke mësu me bë pyetje? Në ndërkohë po e shtroj edhe një pyetje. Kush nga ju që jeni këtu i përdor afirmimet pozitive? Kush i përdor afirmimet në përditshmëri apo her pas here? Sepse du mi do thonë diçka të bukur. Momentalisht në Kosovë, vogël Krasniqi. Pse unë po ja dal nga kjo gjendje? I thoja vetës se ka diçka kjo do të kaloj dhe pyetjen e gjeta gjatë rrugës. Shumë bukur Sonila, faleminderit. Pse po ja? Pse unë nuk po dal nga kjo gjendje? Okej, veç hiqe nukin. Sonila, pse unë mund t'ja dal në këtë gjendje? Sepse kur pyet pse nuk po mundesh me ja dal mendje, ta jap një listë me arsye. Sot e ke pas këtë sfidë, këtë problematik, kësi lloj jete ke pas, kësi lloj njerëzish, kësi lloj pune, kësi lloj rrethonash, domethënë ti të jap arsyet për më ju përgjigj pyetjes tonë ashtu siç e ke bë. Pra qysh është pyetja, do jetë edhe përgjigja. Kur pyet se pse nuk po ja dal, një listë me përgjigje e ki. Apo ki me pas një përgjigje të vetme,
Thjesht për me ta dëshmu pyetjen që e ke bo. Pa pse unë mund t'ja dal? Pse mund t'ja dal? Nëse vërtet nuk gjen përgjigje, leje pyetjen, jetë brenda teje. Dhe nëse për një kohë gjatë vërtet as përgjigja nuk t'vjen, ashtu siç e ke bo pyetjen, atëherë përgjigja jote, përgjigja në këtë rast është se dikush mundet me të ndihmu që ti me gjetë qëtë përgjigje, apo me rregullu qëtë pengesë që e ki. Edhe kjo është përgjigje. Nuk i din ti të gjitha përgjigjet. Po dikush tjetër mundet me ditë. As unë si di gjitha, po mjaftën pyetjet me i bo. Unë afirmova dhe realizova. Okej. Okej, më falë që pas kam keq kuptu, po besoj që besoj që ju kom përgjigj një pyetje që shpesh njerëzit e bojnë. Kujtova që është kështu sonila të kërkoj ndjesë. Sepse shumë njerëz pyesin se pse nuk po dal nga kjo gjendje. I thoja vetes se ka diçka që do të kaloj dhe pyetjen e gjeta gjatë rrugës. Pra thjesht afirmova dhe realizova. Afirmimi sigurisht se e ka vlerën e vet. Po nëse ke bo afirmime, atëherë që kjo formë, cilën unë të shpjegoj, me anë të pyetërit, pyeti afirmimet e tua cilat i ke bo. Nëse i ke thonë vetës, unë jam e shëndetshme, jam e sigurt, jam e pasur, jam e lirë, pyete veten, pse je e sigurt, pse jam e sigurt, pse jam e pasur, pse jam e lirë, pse jam e shëndetshme. Sepse që kjo pyetje merr përgjigje nga përvojat e tua. Nëse ke pas rezultat, atëherë kanë me dalë rezultatet. Okej? Faktikisht na gjatë kohës, edhe pse nuk i bojmë këto afirmime se siç na i ka mësuar zhvillimi personal, na dhe gjatë bisedave tan kohën formojmë afirmime. Gjatë krijimit të fjalëve tona se si i lidhin, ne formojmë afirmime pozitive edhe negative. A është ashtu? Jo, Krasniqi, edhe pak ditë jam në Kosovë. Faleminderit. Pse pranoj para nga gjithë bota, nga burimet e pritura dhe të papritura? Shumë manifestimi i bukur. Pse artoni, për vete më lidh, jo për mu, po faleminderit. Pse artoni çdo herë po gjen kohë për me arrit qëllimet e tij. Faleminderit që ma ke bo këtë pyetje. Pse po gjej kohë për me arrit qëllimet. Shumë faleminderit. E di që është e vështirë, por do ta kaloj. Që çfarë kënd vështrimi, faleminderit që Alba, sepse shumë peshoni një aftësi kësaj se shpesh njerëzit, siç e ke shpreh në pjesën e parë lart, ti thon e di që do të kaloj, por është e vështirë, dhe në tjetrën pjesë ku i thon e di që është e vështirë, por do ta kaloj. Që ky pori është një vijë ndarëse ku në momentin që përdoret fjala por, ajo pjesa çka është para fjalës por bjen poshtë dhe fuqizohet kjo pjesa në anën e djathtë çka bjen pas fjalës por. Pra, kjo pjesa e dytë e di që është e vështirë por do ta kaloj, atëherë truri e merr komandën se do ta kaloj. E shfuqizon ato që është e vështirë dhe e merr komandën se do ta kalosh. Faleminderit shumë.
Pse e kemi krijuesin që na i plotëson çai kërkojmë ne. Faleminderit, pyetje e bukur. Pyetje e bukur. Lidhë dhe me njerëzit. Lidhë dhe me njerëzit sepse njerëzit janë krijesë e Zotit. Okej? Se domethënë bëj edhe një pyetje rreth njerëzve. Sepse duke u mbështetur vetëm tek krijuesi, pa dashje krijojmë një farë raporti jo të mirë me njerëzit, sikur njerëzit janë diçka jashtë, një krijesë diçkaje tjetër. Fokuso më shumë te njerëzit. Mos harro Zotin, po fokuso edhe te njerëzit. Mos harro Zotin dhe fokuso më shumë se njerëzit. Ta heqa porin. Faleminderit Nita. Unë i shkruaj për herë pozitivisht me shumë dashuri. Faleminderit. Me gjithë dëshirë ju kisha taku juve me Mirlindën. Mirlindën e ke atje, nëse ka kohë me taku Mirlinda, diskuton, shkruaj direkt Mirlindës. Mirlind, du me të sfidu pak. A je sigur që asnjë qëllim s'mundesh me arrit? Çka quan qëllim? Qëllim është edhe me u zgju në 5 mëngjes. Dhe nëse këto po arrin çdo herë, atëherë ti po arrin qëllimin me lehtësi. Gjenko. Faleminderit Sonila që ndove, pse po arri me të kuptu kaq mirë ty Artan dhe tjerët. Pse po arri me të kuptu kaq mirë? Pyetje shumë e bukur. Edhe nëse s'ta japi përgjigjen, pyetjen e ke bo. Pyetjen e ke bo dhe pyetja është shumë e vërtetë. Unë ma herët më rastisi, në thonë me rastisi, po ajtë që shtu po thëmë, me taku trajnerën time, sot këtu në Prishtinë dhe ja bona një pyetje që jam shumë me qesh, edhe u çudit, thash, pse më ke zhvillu kaq shumë? Pse më ke zhvillu kaq shumë? Pse më ke ndihmu kaq shumë u zhvillu? Ha? Amet, ç'a është kjo pyetje? Hajtë si të tregoj. Tregoj ndërkohë. Edhe Mirlindës fjalloj këtë pyetje, pse Mirlindë ke ndihmu me u zhvillu kaq shumë? Pse më ndihmove me u zhvillu kaq shumë Mirlindë? Bukur, sa është ora? Okej, edhe diku 10 minuta jam këtu. Hajde edhe tjerët ma dëshmoni se keni mësu me bo pyetje. Këtu dhe tani. Po sot? A kur? Pse po, ju që mirëni me afirmimet, për shembull, që është gjë e bukur, vërtet, pse po di të krijoj pyetje për çdo afirmim? Pse po di? Pse po arri? Pse jam i aftë me kriju pyetje për çdo afirmim? Pse jam i aftë me kriju pyetje për çdo pyetje? Për çdo këshill që më jepet? Pse jam i aftë ose e aftë mi ju përgjigj njerëzve me pyetje? Pse për çdo përgjigje po bëj pyetje? Pse unë për çdo përgjigje po bëj pyetje? Pse unë përgjigjen po e bëj si pyetje?
pse unë mund të përgjigjem duke pyetur. Të kërkoj ndjes, faleminderit. Okej, pse po më përcjell një mendim që njerëzit rreth teje kanë kuptuar tani më se si funksionon gjithë kjo puna me pyetjet. Po këtë muj edhe me u përgjigj, sepse vërtet po du me vlerësu atë që e dhash qysh në fillim, ku ju tregova se çka ndodh kur bën pyetje, merr përgjigje do ta marrësh. Pik. Përgjigje do ta marrësh. E si e merr, në çfarë forme, pak ka rëndësi. Përgjigje gjithmonë merr. Gjithmonë sa që ke bë pyetje, te ke marrë një përgjigje. Edhe mos përgjigja ka qenë zgjedhja e personit për mos më ta dhon përgjigjen, po që në rast të tillë do të thotë përgjigje. Pra dhe mos përgjigja është përgjigje. Bukur? Pra pyet, të do të marrësh përgjigje. Forma se si, nëse s'pëlqen, ndroje pyetjen. Edhe këto pas ka marru një thonë, që nëse nuk të pëlqen përgjigja, ndroje pyetjen. Në sa që ndron pyetjen, do të ndroj përgjigja. Pse po e du veten më shumë prej se kam hyrë në zhvillim personal? Sigurisht, sepse ky ka qenë qëllimi. Pse mundesh edhe i din. Po, kjo është një përgjigje, se mundesh edhe din. Faleminderit. Që sa mirë. Pse po më duket se brenda çdo pyetje me pse është edhe përgjigje brenda saj. Ndoshta duket si në fillim, po fillo, masi ke hyrë këtë lloj energjie, fillo bëj edhe disa mas sfiduese, të cilat janë jashtë përvojave tua, që ende s'kan ndodhur. Fillo bën pyetje për të ardhmen me duke përdorur psejen. Për gjërat që ende s'kan ndodhur dhe lejoj që përgjigjet vinë në formë rrethone, në formë situate. Jo sikur përgjigjen në kokë, si ide, si ja qëllova kjo është, mos u mundam ja qëllu, po leje që të përgjigjet me një situatë. Leje dikush me një reagim të vetin, le ta jap përgjigjen që ti e ke bë. Sanje nuk e kam kuptu pyetjen. Pse je kaq i mençur dhe i edukuar, dhe një prej përgjigjeve që po du më ta dhon është se ty të kam nom. Sala Beqiri. Faleminderit. Okej, dhe tjerat për i moj si pyetje. Një ta dhash. Pse unë dola nga errësira dhe tani shoh dritë gjithkohë. Faleminderit Shipe. Sanje, vendosi vetës qëllime. Sepse duke mos pas qëllime, bjen që ajo fuqia, që ajo lodhja. Dhe më thonë, nëse nuk i vendos vetës qëllime, nuk i vullnet, që thojnë. Përdoret shpesh në fjalor tonin, s'po kam vullnet me bo gjona, s'po kam fuqi. Fuqin e aktivizon qëllimin. Që ti vetës qëllime. Çdo ditë, mos jeto pa qëllime, mos rri pa qitë qëllime. Okej? Ka plot gjona, pa të njoft fare, sigurisht mund t'jesh prind, dhe ti ashtu kështu i bën disa
aktivitete në për shtëpi ku kujdesesh për familjarët e tu. Po vendose si qëllim se për sa kohë do me bo një punë mrena shtëpisë, apo në punën ku punon nëse punon, vendose një afat, organizoje pak për ditëshmërinë tonë dhe do ta shohësh se duke vendosur kësi lloj qëllimesh, do të vijë edhe fuqia mrena vetes. Do të vijë çaj vullneti i cili nëse e përkthen nga anglishtja vullnetin do të thotë power, që kur e kthen në shqip do të thotë fuqi, pra do të aktivizohet fuqia mrena teje kur ti përcakton qëllime. Qeti qëllime vetës. Qeti qëllime të reja vetës. Po edhe ato çka jetu i bo, bëni me një afat ma të shpejt, bëni ma shpejt ato punë që i bën në përditshmërinë tone, dhe do ta shohësh se do zgjohet vullneti dhe do jesh shumë më e përmbushur mbrana vetes. Mirë po mos harro se si alternativë i ke edhe nevojën për me marrë ndihmë nga terapisti, e që në këtë rast mund të më kontaktosh edhe mua, masi je më afër këtu. E që mundesh me vendos ma shpejt. Sepse nga, po thot, Art Bytyqi, faleminderit Arti, të përshëndes, faleminderit prej teje, sepse nga këto pyetje, për postimeve tua, të fundit kam fillu me i kuptu njerëzit ma mirë. Okej, pse po i kuptoj njerëzit ma mirë, bën e këtë pyetje, pse këtu ditë, pse këtë javë, këtë muj, pse mrena, pse prej shtatorit, kam fillu me i kuptu njerëzit ma mirë. Dhe kërkam mrena përvojës tonë, sepse vjen një përgjigje. Vjen një përgjigje. Pse ardhmja më duket shumë e bukur dhe ndritur? Po? Pse ardhmja po më duket shumë më e bukur dhe më e ndritur? Faleminderit. Faleminderit që e keni kap. Ke sfidu tash. Kur do të bësh një grup për të gjithë që besojmë tek ti? Bukur. Ja do ta japë përgjigjen. Moment. Është ta gjej se unë këto e kam dikun të shkruar. Të gjej shumë. Thjesht po du me ditë se saktësisht se si e kam shkrujt, se pe di që e kam shkrujt. Nëse arri me gjithë. Nuk po e gjej. Atëherë për përgjigja pyetjes së Ardiles. Grupi që do të formohet do të jetë në aplikacionin Telegram. Dhe sigurisht se do të jeni të informuar për juve që të dëshironi me marrë zhvillim të më të tjeshëm, sepse edhe kjo forma Instagramit nuk është që s'po më pëlqen, po me shumë dëshirë kisha me pas një grup shumë aktiv që është kurioz, që bën pyetje, që bën praktika, cilat mund dalin prej meje, me dëshirën më të madhe për me ndo, dhe e kam planifiku që grupit le të jetë në aplikacionin Telegram, shpejti do ju njoftoj nëpërmjet stories dhe ndoj linkun me juve dhe mund t'i bashkoni atij grupit ku nuk do të jetë shumë grup i madh, pas i vogël jo, dhe në mënyrë që aty të jenë vërtet njerëz që duan zhvillim, duan tamam zhvillim dhe me kënaqësinë më të madhe me ndonjë rrit me këta njerëz. Se pata vullnet që të bëj eci 20 minuta.
Sa thjesht, sa bukur. Faleminderit. Faleminderit që dihet kur i përngjan. Faleminderit. Bukur. Unë po largohem për sot, ju falenderoj vërtet për zemërsisht secilit që ishit pjesë e kësaj energjie që i dha vlerë këtij live-it, që u aftësuat. Në fund shumica prej jush për me bë kësi lloj pyetje të jashtëzakonshme. Vazhdoni ta befasoni mendjen e juaj. Vazhdoni ta sfidoni mendjen e juaj, vazhdoni ta ushqeni mendjen e juaj me ushqimin të cilin ajo e dëshiron pra me kurreshtjen, sepse duke i dhënë mendjes kurreshtje, mendja ka për detyrë me të përgjigje. Sa herë që ti bën pyetje, ti merr përgjigje. Natë mirë, miru pafshim shpejti.